Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Solo Intervista sot nuk është për një person, siç jeni ju, po është për asamblin Ilirida. Çfarë mund të thoni diçka për karrierën tuaj dhe karrierën e asamblit, që është një asambël i ri, apo jo? Po, patjetër. Atëherë faleminderit për mundësinë. Unë jam Ilir Loku, nga Shkupi, nga Mashënia Veriut. Karrierën tim artistike e kam filluar që në moshën e re, si fëmijë, duke filluar me ansamblin Nipe Palikuqi si kërcimtar, amator, për të vazhdu pastaj si ushtrues detyre i një pedagogu vallëzimet, një korepetitor në ansambël, dhe pse jo edhe në kohëra të hershme si koreograf autodidakt. Pastaj për të hapur rrugë vetes drejt profesionalizmit, edukimit profesional në Fakultetin e Arteve në Kolegjin AHP, degën e koreografisë, kam mbaruar bachellorin dhe studimet universitare në master koreografi dhe mësuesi pranë Fakultetit të Artit Skenik në Universitetin e Arteve në Tiranë. Unë jam themeluesi i ansamblit Ilirida, një ansambël që për mua nuk është thjesht një shoqëri kulturore artistike ose një grup valltarsh, por është thjesht pjesë e jetës time artistike, sepse e kam ndërtuar në kohë dhe në momente më të vështira të jetës time kur kam ndërprer aktivitetet në ansamblit ku kam lindë dhe jam rritë si artist. Jam themeluesi një festivali për fëmijë vetëm në Maqedoni, nga pala shqiptare, festivali Prespat Vrezi. Edhe do ta kisha veçu sepse ndjem krenar atë që e kum arrit. Kam bashkëpunuar me 3 ansamble shtetërore shqiptare, në Kosovë, në Shqipëri dhe Maqedoni. Kam qenë pjesë e tyre, si bashkëpunëtor i jashtëm. Kjo më bën të ndihem i lumtur dhe krenar. Po. Atëherë, ju tha disa nga arritjet e këtij asambli, që është relativisht i ri, për ruajtjen e traditës, çfarë ka bërë ky asambël në ndërtimin tuaj në Maqedoninë e Veriut? Po. Shiko, në fillet e para të ansamblit nuk është se kemi menduar të bëjmë diçka ndryshe nga ansamblet tjera të veçuar, sepse mundësitë edhe njohja rreth artit koreografik në përgjithësi ka qenë autodidakte. Thjesht për t'i hapur rrugë disa të rinjve të cilët mendojnë ndryshe, për ta përfaqësuar ose prezantuar artin koreografik shqiptar. Unë kam themelu ansamblin Ilirida me një grup të rinj valltarësh dhe koncepti im i ndërtimit ose i ruajtjes së trashëgimisë kulturore ka qenë vallet e vjetra, në kuptimin të vjetra ata kanë qenë të përpunuara të koreografëve të vjetër si Panayot Kanaçi, Besim Zekthi, Fehmi Shaçiri, kështu me radhë Xhemali Berisha, të ruhen ashtu siç janë krijuar që nga fillimet e tij. Por me kalimin e kohës pas studimeve universitare, mendoj që ansamblet amatore në përgjithësi kanë mungesë të një krijimtarie të re. Dhe këtu jam më shumë i fokusuar. Me ansamblin Ilirida pak kemi kushte të vështira sa i përket numrit të studentëve të nxënësve, meqenëse se këto 5 vitet e fundit unë kam qenë në studime në Tiranë dhe Prishtinë, dhe s'kam pas shumë qasje me punën, me aktivitetin. Kemi mungesë të studentëve, po shpresojmë që nga ky vjetor të fillojmë me antarësimin e nxënësve dhe studentëve të ri. Dhe pikësinimi im është që të kemi krijimtari të reja mbi folklorin dhe tabanin artistik burimor të trojve tona shqiptare, të Maqedonisë së Veriut flas. Sepse po të bëjmë një rezume, artit koreografik shqiptar është jashtëzakonisht shumë i pasur sa i përket territorit të Shqipërisë edhe atë të Kosovës. Territori të Maqedonisë është një fushë pjellore e cila është e papërpunuar e paprekur. Koreografët të cilët kanë ardhur nga Shqipëria dhe Kosova për të ndërtu, për të vënu valle shqiptare në për ansamblet këtu siç është Emin Duraku, ansambli nga Struga Veleshta, Tiradin Zeqiri, nga Tetova, më falni,
ata kanë vënë kryesisht repertorin e ansambleve të tyre të asaj treve. Domethënë asnjë koreograf nuk ka ardhur të bëjë hulumtim dhe studim mbi terrenin pjellor artistik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, normal ana veriprendimore ku jetojnë dhe veprojnë shqiptarë. Kjo mendoj se është një mungesë e madhe. Unë ftoj të gjithë kolegët e mi që të marrin një iniciativë të tillë që sa më shpejt të merremi me këtë fushë pjellore artistike e cila është e paprekur dhe e pa përpunuar. Po. Atëherë, si mendoni ju, pse është kaq e rëndësishme ruajtja e traditës koreografike në Maqedoninë e Veriut? Shiko, arti koreografik shqiptar lind me vetë ardhin e njeriut. Arti koreografik është forma e parë artistike e njeriut. Në format e para. Po ta bëjmë një kronologji ngjarjesh, por shohim sot neve luftojmë për artin tonë që të jetë i pari, kurse jemi i dytë ose i treti. Në shkollat fillore, në kurrikulat e mësimdhënies, arti pamor, arti figurativ, arti muzikës kanë hyrë në kurrikulin mësimor të fëmijëve, kurse arti koreografik nuk ka qenë, edhe vazhdon të mos jetë. Mendoj se është e rëndësishme sepse përmes artit koreografik neve tregojmë historinë, traditat dhe mbi formën e jetesës të njeriut të dikush. Dhe kjo formë e artit është e trashëguar brez pas brezi, përmes dasmave. Domethënë institucioni vetëm i ruajtjes së trashëgimisë kulturore artistike kanë qenë dasma. Dhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut e kanë ruajtur jashtëzakonisht mirë këtë, e kanë përcjell brez pas brezi, por një pjesë e mirë është humbur. Për shkak të mos dokumentimit të tyre. Kjo vjen si pasojë mungesës së qasjes të shqiptarëve në institucionet në kohrat e vjetra, dhe normal një pjesë tjetër është huazuar përmes popujve të tjerë, duke i bë pjesë të muzeve apo të riteve të tyre tradicionale. Por megjithatë është ruajtur diçka mes viteve, pas vitit nuk di tash me numra jam jashtëzakonisht top. Në një periudhë jam mbledhur të gjithë ardashësit dhe kryetarët të shoqërive kulturore artistike në Divër dhe kam bërë një organizim, një tubim, një mbledhje, dhe është marrë një vendim që themelohet shoqata e parë shqiptare, lidhja e ansambleve shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe ata bashkërisht kanë vendosur që arti koreografik në përgjithësi si të formohet dhe si të lulëzohet, si të përhapet më mirë dhe më profesionalisht në për këtë fushë. Aty kanë filluar edhe festivalet e para, si Këngë Ho, e shumë festivale të tjera se nuk mbaj mend, Burimet e Sharit në Strug, e shumë të tjera. Aty ka filluar pastaj në një farë mënyrë të institucionalizohet ose të merr një formë më strukturore arti koreografik, dhe ja sot ku jemi. Për shembull, ansambli shtetëror i këngëve dhe vallëve shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka pothuajse 6 vite ekzistencë, themelim, ku ruhet dhe kultivohet tradita tabani burimor i kësaj treve, dhe njëkohësisht ka me 10 ansambli në për qytetet shqiptare, por ajo që është më veçanta ndoshta në Shkup dhe rrethin, Shkupi me rrethin numëron rreth 8 ansambli kulturore artistike, që asnjë qytet në tre shqiptare nuk i ka. Dhe po të gjitha ansamblet funksionojnë, si nga ana e sektorit të valleve, sektorit të këngëtarëve, orkestrës, kostumës, të gjitha radhë. Kështu që mendoj se është shumë e rëndësishme sepse përmes këtij arti koreografik neve dëshmojmë autoktoninë, dëshmojmë lashtësinë dhe kulturën tonë, emancipimin tonë artistik, i cili ka rrjedhur ndër shekuj. Po, kisha një pyetje për festivalin e Gjirokastrës, edhe pse jeni asambli i ri. Si funksionon kjo pjesëmarrja në festivalin e Gjirokastrës, që tashmë me sa di unë duhet bëhet një herë në 2 vjet, jo një herë në 4 vjet, si më përpara. Më duket që është një herë në 2 vjet. Po. Gjithsesi unë kam një respekt jashtëzakonshëm për festivalin e Gjirokastrës, sepse ka filluar që është në kohë të hershme dhe është një farë lloj trashëgimie, ka arritur ta mbajë atë identitetin, por kam disa përrejtje
të mia si profesionist I fushës, me qenë se dikur valët të cilat paraqiteshin aty hetoheshin ose si them, kishin një farë, domethënë vetë festivali kishte një trup I cili shkonte në çdo ansambël amator të trevave të ndryshme, të krajinave të ndryshme për ta pa dhe për ta studiu terrenin dhe valët koreografike, që mos të ketë ngjashmëri me valët tjera, me ansamble tjera në plan program, dhe ai plotson ai ansambël I cili vjen të paraqitet në festivalin e Gjirokastrit, ai plotson të gjitha kushtet sa I përket përfaqësimit të denjë përmes artit figurativ, artit koreografik, muzikor dhe atë kostumografik. Domethënë, sot shohim neve shumë ansamble ndjes. Sot shohim neve shumë ansamble të cilat kanë ngjashmëri si në kostumografi, si në muzikë, si në lëvizjen artistike. Pra mendoj që kjo është një problematikë e cila nëse nuk marrin masa normal njerëzit kompetente të cilët udhëheqen në Ministrinë e Kulturës për të bërë një reflektim ose për ta rishiku këtë çështje, mendoj që për një afat është ajo të shkurt, por për një afat të gjatë dhe 15 vite, mendoj që do t'i humbë kuptimi I festivalit të Gjirokastrit. Nuk do ta ketë atë kuptim të cilin e ka pas më herët. Domethënë valët vinë kryesisht të njëjta dhe të ndryshme, të zonave të ndryshme, vjen një ansambël nga Maqedonia, po themi neve, nga Shkupi, meqense nuk kemi neve ansamblet amatore, nuk kanë valle të tyre, ose burimore që I vijnë, po jo të përpunuara. Vinë me valle sikur Drenica, Shota, Tropoja, valle motive kosovare. Po që janë nga domethënë paraqesin valle të trojeve ose të trevave të ndryshme, jo tonat autoktone. Mendoj që kjo është ajo kritika e vetme që unë kam dhe uroj dhe shpresoj që në të ardhmen të reflektojnë njerëzit që kanë përgjegjësi në këtë festival. Po, jemi në fund të bisedës, sigurisht do ketë biseda të tjera se është shumë interesante. Mendimi që në Maqedoninë e Veriut ka shumë asamble, unë nuk e dija që ishin 8 asamble sipas jush. Ju e vet aty keni shumë çmime. Ndjes se kisha fjalën vetëm për Shkup, ka 8 ansamble. Vetëm për Shkup. Po gjithsej më flasim për ansamble tjera, pastaj në këtë nivelin e masonës. Po pas ka goxha. Do kisha dëshirë që dëgjuesi edhe shikuesi të dëgjonte prej jush një mesazh në lidhje me trashëgiminë kulturore, me ruajtjen e saj jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe jashtë. Po. Mendoj që mesazhi vetëm që mund të jepet të gjithë shqiptarëve kudo që janë është të kërcejnë, të merren me artin e kërcimit. Është arti vetëm I cili I përfshin të 3 fushat e arteve tjera. Kur vallëzon, I ketë komunikim edhe me artin e muzikës, me muzikë, me tingullin. Kur kërcen, ketë bësh edhe me lëvizje trupore. Kur kërcen, ketë bësh edhe me pamje skenike vizuale, se si lëvizje si ashtu. Domethënë, është arti I vetëm, mendoj që të qetëson dhe të kënaq shpirtnisht. Largon për një moment nga jeta normale, ti largon problemet, streset, të gjitha ato që I ke. Mendoj që çdo njeriu në ditët e sotme të teknologjisë në një botë ku teknologjia ka marrë për masa të mëdha dhe njerëzit janë bërë si robota dhe punojnë pa ndërprer, pa e kuptuar se çfarë po punojnë dhe si po punojnë, pa e ushqyer ndonjëherë shpirtin e tyre, pa e shpërbly pas asaj pune të tërditore, mendoj që njerëzit kanë nevojë për pak art, e sidomos për pak vallëzim. Pas punës vallëzoni të gjithë në shtëpiat tuaja me familjarët tuaj. Shloni valle të ndryshme popullore, pogonishte, rugov, tropoj, shot dhe kënaqeni. Për 5 minuta do të relaksoheni jashtëzakonisht. Edhe kështu mendoj se mund të ruhet dhe të kultivohet dashuria ndaj artit koreografik shqiptar që e kemi.
Po Ilir, mesazhi shumë i bukur, shumë interesant edhe unë do mundohem të kërcej një çik familje. Vetëm si ide. Po. Atëherë, ju falenderoj për intervistën Ilir, ju uroj suksese juve personalisht edhe asamblit dhe uroj gjithashtu që trashëgimia jonë e madhe, të jetë në nivelin e duhur. Ju falenderoj. Urojmë dhe shpresojmë. Faleminderit shumë për mundësinë gjitha të mira të suksesit. Mirupafshim. Faleminderit.